Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbron në zemrën, trurin dhe veshkat, ja receta që i ka lënë mjekët gojë hapur. Nëse hani shumë ushqime të përpunuara që janë të pasura me yndyrra të ngopura, kimikate dhe toksina, ato do të mbajnë dhe do të bllokojnë arteriet tuaja me kalimin e kohës, ndoshta duke shkaktuar probleme serioze të zemrës dhe gjëra të tjera të pakëndshme. Kjo gjithashtu ju lejon që të keni një rrezik më të lartë të vuani nga një sulm në zemër ose goditje në tru. Përmirësimi i shëndetit kardiovaskular duke pastruar pllakat në muret e arterieve është një mënyrë e pagabueshme për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve serioze ose goditjes në tru. Megjithse ka gjithmonë mundësi të tilla si operacione dhe ilaçe që mund të ndihmojnë menjëherë, shumica e tyre vijnë me disa efekte anësore. Për ata të cilët preferojnë të përdorin mjekësinë alternative për të përmirësuar shëndetin e zemrës, këtu ne do t'ju njohim me një recetë me 3 përbërës që do t'ju drejtojnë në drejtimin e duhur. Përbërësit që do t'ju duhen janë 3 thelpinj hudhër, 6 limon të qëruar dhe të prerë në copa të vogla dhe 1 litër ujë. Mënyra e përgatitjes: së pari, preni limonët e qëruar në copa më të vogla, shtoni hudhër dhe vendosni gjithçka në një blender. Bluajini përzierjen derisa të jetë e butë dhe plotësisht kremoze. Vendoseni përzierjen në një tenxhere dhe shtoni 1 litër ujë. Pastaj, zjeni lëngun. Kur të fillojë të vlojë, vendoseni tenxheren me një anë dhe lëreni të mbuluar që të ftohet. Lëngun kullojeni përmes një garze dhe ruajini në shishe. Ruajeni pije në një shishe qelçi të errët në frigorifer. Nëse nuk keni një shishe qelçi të errët, atëherë mbështillni shishen e thjesht me letër alumini në mënyrë që drita të mos prek përzierjen. Si ta përdorni atë? Pini 50 ml çdo ditë në stomakun bosh ose ndërmjet ushqimeve për 3 javë, pastaj ndaloni për 1 javë. Pas pushimit pini 50 ml çdo ditë përsëri për një periudhë prej 3 javësh pa ndërprerje. Lejohet të përsëritet ky trajtim çdo 6 muaj. Studimet laboratorike nga Universiteti i Manchesterit gjithashtu kanë treguar se hudhra e papërpunuar vret bakteret, ul lipidet e gjakut dhe potencialisht ul presionin e gjakut. Disa studime kanë treguar gjithashtu se hudhra mundet të stimulojë sistemin imunitar për të pastruar trupin. Për 7 ditë një herë në muaj pini hudhër dhe ujë çdo mëngjes. Bëheni zakonin tuaj të shëndetshëm. Kur është koha e duhur për të pirë ujë me hudhër? Para se të udhëtoni për imunitet më të fortë. Nëse trupi juaj duhet të pastrohet nga toksinat, në shenjat e para të ftohtit. Përbërësit janë 8 thelpi hudhër, 1 litër ujë. Pastroni hudhrën dhe prisni çdo thelpi në gjysmë. Shpëlajini nën ujë të rrjedhshëm dhe më pas vendoseni në një kavanoz. Hidhni 1 litër ujë dhe mbylleni kavanozin. Lëreni në frigorifer për 1 orë përpara se ta përdorni. Mënyra e përdorimit: përzieni 1/4 filxhan ujë me qep me 1 filxhan ujë të thjeshtë. Dita e parë pini këtë dozë çdo 1 orë e gjysmë gjatë ditës. Ditën e dytë pini ujë me hudhër çdo 2 orë ose të paktën 3 herë në ditë. Në ditët në vijim pini ujë me hudhër çdo disa herë gjatë ditës dhe në ditën e 4 siguroni që të bëni një dozë të re që do ta përdorni dhe për 3 ditët e ardhshme. Mbajini gjithmonë ujin me hudhër brenda në frigorifer. Të gjithë e dimë se nuk ka një kur të mirëfillt ndaj të ftohtit. Të dhënat shkencore tregojnë se në botë janë mbi 200 lloje virusësh të ndryshme të cilat lënë si pasojë ftohjen, duke qenë se ne kemi të bëjmë me më shumë viruse, shpesh antibiotikët nuk kanë asnjë ndikim.
Të gjitha medikamentet që ne marrim kundër të ftohtit kanë si objektiv të luftojnë sëmundjet dhe jo shkakun. Shumica e njerëzve arrin të shërohen vetë pa medikamente në një afat kohor prej 10 ditësh, ndonse mjekësia ka debate mbi efikasitetin e kurave natyrale kundrejt antibiotikëve. Këto të fundit janë shumë efektive. Ato e ndihmojnë organizmin të rimëkëmbet lehtë dhe shpejt. Kura më efikase kundër të ftohtit që sugjerohet si alternativë është e bazuar në këshillat e ekspertëve MNZ të fushës: mjalt, limon dhe hudhër. Kjo recetë përfshin 3 përbërës kryesor, si për shembull hudhrën, mjaltin dhe gjithashtu limonin. Hudhra duhet që të jetë e freskët dhe gjithashtu ajo duhet që të përmbajë alicin sa më shumë. Pasi hudhra sa më e vjetër që të jetë, aq më shumë e humbet ajo alicinën, e cila është substanca më e vlefshme që i jep pikërisht asaj aromën karakteristike. Gjithashtu nga ana tjetër duhet të dini se sa më e fortë të jetë aroma e hudhrës, aq më mirë për ju. Limonët ju mund t'i gjeni në treg, por sigurohuni që gjithmonë të zgjidhni limon sa më organik. Prandaj mund të përdorni lëngun, duke qenë se lëkura shpesh është e ndotur dhe me kimikate. Mjalti duhet që të jetë organik puro. Këtë kur ju mundet ta përdorni për një mbrojtje të fuqishme kundër infeksioneve dhe njëkohësisht për të forcuar mbrojtjen e imunitetit tuaj. Për këtë kur juve do t'ju nevojiten 5 deri në 6 thelpi hudhër, 2 deri në 3 limon, mundësisht duhen përfshirë me pak lëkurë të grirë, 5 deri në 6 lugë çaj me mjalt. Përzieni të gjithë përbërësit në një mikser derisa lëngu të jetë i njëtrajtshëm. Ruajeni atë në frigorifer në një enë qelçi të rriturit, por njëkohësisht edhe fëmijët munden që të konsumojnë një lugë çaji të paktën 2 herë në ditë. Gjithashtu hudhra ka përfitimet e saj edhe në ujin e hudhrës, të cilën ne ju përshkruajtëm pak më parë. Konsumi i ujit të hudhrës e ushqen lëkurën me shumë antioksidant dhe si rrjedhoj zbut gjithashtu efektet e plakjes, infeksione dhe pezmatimin e saj. Shumë njerëz përdorin ujin e hudhrës gjithashtu për të forcuar flokët, parandaluar rënien e tyre dhe ushqyer ato. Kjo kurë natyrale mundet që të konsumohet e vetme ose të përzihet me produkte të tjera për flokët për të dhënë një rezultat të shkëlqyer. Vlerat e hudhrës kundër baktereve dhe kundër mykut, por edhe prania e antioksidantëve ndihmojnë për mbrojtjen e imunitetit. Gjithashtu, sipas të dhënave, hudhra është e shkëlqyer edhe për shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes. Prandaj, ajo është efikase edhe në parandalimin dhe në kurimin e tuberkulozit, astmës, bronchitit dhe gjithashtu kollës. Efikasiteti i hudhrës është më i lartë në qoftë se ajo do të hahet e gjallë ose e pjekur në furrë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.